Mirëdita, nderuar përfaqësues të medias dhe kolegë. Sot më datën 3 korrik 2024, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi raportin e ndërmjetëm të politikës monetare për tremujorin e dytë të këtij viti. Të dhënat e disponuara sugjerojnë se ekonomia shqiptare vijon të qëndrojë në një trend pozitiv zhvillimi. Aktiviteti ekonomik, punësimi dhe pagat kanë vijuar të rriten gjatë 2-3 muajve të parë të vitit, inflacioni ka ardhur në rënje, tregjet financiare kanë qenë relativisht të qeta, ndërsa kreditimi ka shënuar një rritje progresive. Këto zhvillime kanë qenë në përgjithësi në linjë me pritjet tona. Megjithatë, rënja e inflacionit në tremujorin e dytë ishte relativisht e shpejtë e diktuar nga rritja e ofertës së artikujve ushqimor në tregjet rajonale dhe në tregun vendas. Efektet e kësaj goditje në inflacion pritet të jenë të pranishme edhe gjatë pjesës së mbetur të vitit 2024. Përditësimi i parashikimeve tona sugjeron se momenti pozitiv i zhvillimit të ekonomisë shqiptare do të vijojë edhe në të ardhmen. Vëllimi i aktivitetit ekonomik pritet të rritet gjatë vitit 2024 dhe në vazhdim, ndërsa inflacioni pritet të luhatet rreth niveleve aktuale gjatë pjesës së mbetur për 2024 dhe të rritet gradualisht drejt objektivit gjatë gjysmës së parë të vitit 2025. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë e gjykoi të nevojshme për një lehtësim të qëndrimit të politikës monetare, duke synuar të krijojë kushte sa më të përshtatshme monetare për respektimin e objektivit ton të stabilitetit të çmimeve. Në vijim do të sqaroj më në detaje vendimin e sotëm të Këshillit Mbikëqyrës dhe arsyet që e motivuan këtë vendim. Inflacioni i çmimeve të konsumit shënoi një rënje të mëtejshme gjatë muajve prill dhe maj, duke regjistruar një nivel mesatar prej 2.1%. Kjo rënje është disi më e shpejtë se pritjet tona. Nga këndvështrimi i shportës, rënja e inflacionit u diktua nga reduktimi i shpejtë i inflacionit të artikujve ushqimor, ndërkohë që artikujt e tjerë të shportës shfaqën norma relativisht të qëndrueshme inflacioni. Nga këndvështrimi makroekonomik, trendi i rënës së inflacionit vijon të pasqyrojë në masën më të madhe reduktimin e inflacionit të importuar në përgjigje si të një ecurie të ngjashme të këtij treguesi në partnerën tanë tregtar, ashtu dhe të trendit forcues të kursit të këmbimit. Në veçanti, reduktimi i inflacionit të ushqimeve gjatë muajve prill-maj ishte në linjë me rënien e inflacionit të tyre në vendet e rajonit, duke sugjeruar se ky reduktim pasqyron një goditje të fortë dhe pozitive oferte. Nga ana tjetër, inflacioni i brendshëm shfaqet relativisht i qëndrueshëm, duke pasqyruar si kërkesën solide për mallra e shërbime, ashtu edhe rritjen e shpejtë të pagave dhe të kostove të prodhimit. Informacioni i ri sugjeron se ekonomia shqiptare ka vijuar të rritet në gjysmën e parë të vitit 2024, me norma të parafërta me ato të vitit të shkuar. Treguesit e disponuar nga sektori real dhe ai financiar sugjerojnë se rritja ekonomike ka vijuar të udhëhiqet nga zgjerimi i konsumit dhe investimeve private, si edhe nga zgjerimi i sektorit të turizmit. Nga ana tjetër, eksporti i mallrave ka shënuar rënje, ndërsa sektori publik vijon të ndjekë një politikë fiskale konsoliduese të materializuar në nivele relativisht të larta të suficitit buxhetor. Në tërësi, burimet e rritjes shfaqen të shëndetshme, duke dhënë garanci për qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike në të ardhmen. Kështu, përmirësimi i gjendjes financiare të sektorit privat, mjedisi financiar i qëndrueshëm dhe akomodues, rritja progresive e kredisë, si dhe pritjet pozitive për të ardhmen, po ushqejnë rritjen e kërkesës së brendshme. Paralelisht me to, interesi për të vizituar dhe për të investuar në Shqipëri, si kurse lexohet nga numri i lartë i vizitorëve dhe rritja e investimeve të huaja direkte gjatë muajve të para të vitit, po ushqen rritjen e eksporteve të shërbimeve dhe të sektorëve të lidhur me të. Në vlerësimin ton,
Ekonomia shqiptare qëndron ende në një fazë pozitive të ciklit të biznesit. Ky vlerësim mbështetet ndër të tjera nga raportimet e bizneseve për rritjen e shfrytëzimit të kapaciteteve të tyre prodhuese dhe nga zhvillimet pozitive në tregun e punës. Të dhënat e reja në tregun e punës dëshmojnë për shpejtimin e rritjes së pagave të sektorit privat në 12.7% në tremujorën e parë dhe rritjen e vazhduar të tyre në sektorin publik. Rritja e pagave dhe rënja progresive e inflacionit ka mbështetur të ardhurat e disponuara të familjeve dhe ka rritur fuqinë e tyre blerëse. Nga ana tjetër, rritja e deritanishme e pagave dhe kostove të prodhimit është përcjell vetëm pjesërisht tek çmimet e konsumit, duke pasqyruar absorbimin e tyre pjesërisht nga rritja e produktivitetit dhe pjesërisht nga reduktimi i marzheve të fitimit të bizneseve. Politika monetare e ndjekur nga Banka e Shqipërisë ka patur një ndikim pozitiv në ruajtjen e ekuilibrave monetar dhe financiar të vendit. Normalizimi gradual dhe i kujdesshëm i qëndrimit të politikës monetare gjatë periudhës 2022-2023 bëri të mundur reduktimin e presioneve inflacioniste pa dëmtuar perspektivat afatmesme të rritjes ekonomike. Në përgjigje të saj politike, tregjet financiare kanë qenë të qeta, karakterizuara nga likuiditet i bollshëm dhe prime të ulta rreziku. Nga ana tjetër, ndonse më të zbeta se një vit më parë, presionet mbi çmuesit të lekut janë rishfaqur në tregun valutor, të nxitura nga rritja e ofertës valutore që vjen si pasojë e zgjerimit të mëtejshëm të flukseve hyrëse të turizmit. Ritmi i rritjes së kredisë bankare vijoi të përshpejtohet gjithashtu gjatë muajve prill-maj, duke regjistruar një nivel mesatar rritje për rreth 14%. Zgjerimi i kredisë pasqyron në masën më të madhe rritjen e shpejtë të kredisë në lek, portofoli së cilës shënoi një rritje vjetore prej 22% në muajin maj. Kjo ecuri ka pasqyruar si normat relativisht të ulta të interesit të kredisë në lek, të cilat kanë rritur kërkesën për këtë segment, ashtu dhe një kujdes më të madh të biznesit dhe të familjeve shqiptare në drejtim të reduktimit të ekspozimit të panevojshëm ndaj rrezikut të kursit të këmbimit. Ky trend ka sjell rritjen e mëtejshme të peshës së portofolit të kredisë në lek, duke rritur efektivitetin e politikës tonë monetare dhe duke forcuar stabilitetin financiar të vendit. Paralelisht me të, kredia për sektorin privat shfaq edhe disa trende të tjera pozitive zhvillimi. Ajo ka një orientim të rritur drejt financimit të investimeve të biznesit, si dhe vijon të ruajë një cilësi të mirë të portofolit, si kundër dëshmohet nga nivelet historikisht të ulta të treguesit të kredive me probleme. Këto zhvillime pozitive pritet vijojnë edhe në të ardhmen. Përditësimi i parashikimeve rikonfirmon parashikimet tona të mëparshme. Në skenarin bazë, aktiviteti ekonomik projektohet të vijojë të rritet, si në horizontin afatshkurtër, ashtu dhe në horizontin afatmesëm. Rritja ekonomike do të mbështetet nga përmirësimi gradual i ambientit huaj, bilancet solide të sektorit privat dhe kushtet akomoduese monetare. Paralelisht me të, inflacioni parashikohet të luhatet pra niveleve aktuale gjatë vitit 2024 dhe të kthehet gradualisht në objektiv gjatë gjysmës së parë të vitit të ardhshëm. Megjithatë, përditësimi i parashikimeve sugjeron se balanca e rreziqeve ndaj parashikimit të inflacionit është e zhvendosur në kahun e poshtëm në horizontin afatshkurtër. Kjo zhvendosje pasqyron pasiguritë që ekzistojnë mbi intensitetin dhe kohëzgjatjen e goditjeve të ofertës mbi çmimet e produkteve ushqimore. Nga ana tjetër, balanca e rreziqeve ndaj parashikimit të inflacionit paraqitet më neutrale në afatmesëm. Bazuar në analizat dhe konkluzionet e mësipërme, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të ulë me 0.25% normën bazë të interesit nga niveli 3.25% në nivelin e 3%. Gjithashtu të ulë me 0.25% normën e interesit të depozitës njëtitore nga niveli 2.25% në nivelin e 2%,
dhe të ullë me 0,25% normën e interesit të kredis njëtitore nga nivelli 4,25% në nivelin e 4%. Këshilli Mbikëqyrës gjykon se ky lehtësim i qëndrimit politikës monetare është konsistent me respektimin e objektivit ton të stabilitetit të çmimeve në afatmesëm. Në veçanti ky lehtësim ilustron fleksibilitetin e politikës sonë monetare dhe adreson rreziqet afatshkurtra mbi inflacionin që burojnë nga goditjet e ofertës dhe një pasqyrim i mundshëm i tyre në pritjet për inflacionin. Së fundi, Këshilli Mbikëqyrës vren se kjo lëvizje është në kahë të njëjtë me lehtësimin e qëndrimit të politikës monetare të ndërmarrë nga Banka Qendrore Europiane në muajin qershor, duke parandaluar pasoja të padëshirueshme që ky veprim mund kishte në kursin e këmbimit. Së fundi, Këshilli Mbikëqyrës vren gjithashtu se balanca e përgjithshme e presioneve afatmesme po afrohet gradualisht drejt objektivit ton të inflacionit. Në këtë kontekst, vendimet e ardhshme të politikës monetare do të vijojnë të kushtëzohen nga informacioni i ri dhe në veçanti nga analizat dhe vlerësimet mbi ecurinë e presioneve të brendshme inflacioniste. Këto vendime do të jenë gjithnjë në përputhje me objektivin ton të stabilitetit të çmimeve, si dhe konsistente me kahun e politikës fiskale dhe ecurinë e kursit këmbimit në të ardhmen. Ju falemderit, kjo ishte deklarata dhe njoftimi i politikës monetare pas mbledhjes sotme të Këshillit Mbikëqyrës. Pyetje? Falemderit.